o djali jam, ky personazh nuk më pëlqen. Pset janë të ndryshme, nuk ka rëndësi, por ka ndodh dhe ka për të ndodhur për sa kohë që të ketë raporte të shëndosha prindër fëmijë me njëri tjetrin. A qa tha bia që nuk e ke eduku, e sa në tjera, ato janë filtra pastaj pjesë e lojës që, okej, edhe ajo ka drejtën e opinionit vetë, po si që ka drejtën e opinionit vetë edhe baba që i ka thonë nuk më pëlqen edhe pikë. A pi pëlqen me minivalli tonit spedi? Unë e kisha mujt, në këtë rast po du tash se më ka met pak edhe unë me jetë opinione, prej anës teme, është mirë prindi me shku edhe me tregu a i pëlqen, a nuk i pëlqen. Po forma ke e babaj tonit ke si kur e imponushme, ke si kur urdhëruse, ultimatum, nuk ta dojmë. Kjo më nuk ka... që kalzoj që përdëna qikën 15 vjetë ma të reja. Po, ajo ke rast pak ma... Po, normal, dashnia nuk një moshtu edhe diferenca ka qene madhe. Unë konsideroj, përdesë ajo njerës të pjekun, në fund të ditës, nëse ti e qa që vendosur në atë që ka donë, që ka do qofë në jetë, vendimi është shumë personal, është të ty. Dhe nuk mund të me ndërhyj kërkosh në fund të ditës. Normal, se vendimi atë tua është... Për këtë aspektet të jetës, kime kalu jetën shumë i vendimet prindve, mundesh ose jo, mund me ta imponu, me dhëmvrunu ultimatume, por nëse ti e mjaftu shumë i vendosur pra se që ka donë, vendimi është kritisisht të jute. Po dhe ka mujtë bre me pak ma shumë diplomatësi, me ma shumë... A vede, në që se ti jeni prindi mirë, unë me fëmijën ta me sy mirë në vesh, s'kom nevoj me caktu kufi publikisht para 2 milionjerëzve. Pak që nuk u tregu diplomat, më pëlqej, që dull shumë naturalisht, për faktin që shumica, mentalitetin kosovarë, shumica aprendve, diri bona kemi edhe persona që ju kanë ndërhy. E marin tonin, kanë me di qarburi, kanë me pas të shpia. Shoqa po kalojmë tash të një dinamik tjetër e Big Brotherit, lobby vs lëndrime, edhe ata patë një përplasje në fund ku lobby ju drejtu lëndrime që nuk ish pas shef me pas një djallë si lëndrimi, e pastaj e mor atë feedbacku nga lëndrimi i cili u kisha që asu s'kisha dash, po në këtë rast po du ty getuar konkretisht me pas një babë si kur ti. Qysh po e spjegojnë që të fare debati mes atyne? Për mu, Labinoti, labi ka ardhë, si ka ardhë në mision me njëherë, ka ardhë me një energji pak që une kom ju rëzu të gjithve. Në më thonë ka ardhë me qatë energji, po... Si Luiz Zeli kështë. Ka ardhë pak me një energji të fort edhe me njerë shkurta rëzoj ato të i tregu një sen që ka ndodhë jashtë. Në më thonë, ky sen është në s'ka qenë dhe te për i mirë, se o du ta me full me zveti, po, s'pe fullim këtë aspekt. Ka një duel egosh me s'tyne? Ka një duel, ka egzistu një duel jashtë, unë si kom ditë që ata plot banor njifën dhe jashtë edhe kështu, unë se njifë që kërkom ju të regu drejt, më thonë, edhe kanë orë me problemet jashtë, kanë orë dhe në Big Brother. Ajo si të vjen me qatë moment, me qato probleme, normal që krejot edhe dinamika probleme. Por Labi nuk është një njeri keq, po e ka qatë strategji për mirëzu të gjithë. Edhe më besoj që Labi për moment të e bu një loj, kur o ka e me sendet e jashmit, o ka e rëzonë të gjithë banorët. Ata Fakt ata banorët po ndikohen prej strategjisë. Po ndikohen për qëtëri strategjisë, se pak ma lecë. Një lojtare ka pas një... Që more ti kur hini, energjin e tina? Sa kishe mujt nëse ti kishe vazhdu lojën mu ndiku në strategjin e Labit? Labi me dregu drejt me mu s'ka pas as një strategji, ka fol me mu me sinceritet, dhe kemi fol bashk me lezet, por edhe përvojshë jam i thonë Labin dhe gjo, mos sin me kësi strategji, tregoj vetë vetë një këngëtar i mirë dhe këndo, trego harmoni, trego sendet mirë, edhe nështë ta publiku dëdën se qashtu jeti, qatë punë e ki. Ti ku shkon darsme, nuk ja fillon me fol për nusën, për burin, qa ka bo, qa s'ka bo. Por këndon, edhe vazhdo qështu. Po e ka vendosur që strategji, nuk jam marrë për të keqe, loj është, unë se kom kuptu bashkë që është qishtu loj edhe, por e ka vendosur që loj. Lundrimi edhe kjo lojtar, për shembull javën e parë lundrimi ka qenë totalisht ndryshe, javën e dytë mas pramit u bë totalisht ndryshe. E kuptoj që duhet me zbrit një shkallë, edhe me kuptu pak ma shumë, me ndëgju pak ma shumë, edhe me fol kur ja ofron momenti. Edhe se javën e parë, folke çdo moment, heke çdo debat ka qenë, e ka pas rolin e Labit. Aje ka pas rolin e Labit lundrimi. Kur e Labi... Po thu ka reflektu prej Labit, a? Jala rolin Labit të vedin, edhe aje mur një rol tjetër, një rol që jëmë të imbroj banor të kështu. Po,
Mendoj që është lojë, se cili tregova ka ëndrat e veta dhe mendon mi arrit ato ëndra me veprimet e veta. A ke buron brenda aty në lojtarëve që mund me shku deri në maksimum dhe mbi limitet e tyre për me luaj strategji dhe me qenë deri në finale afër. Do thonë që në të aftë ose në gjendje me bë bashkë çdo. Këtu vendos publiku, domethënë. Jo, a ke pa prej aty në lojtarëve? Ti nga brenda si e ke kapacitete. Po, kapacitetet e tyre mendore, logjike, lojrave strategjike. Adaptimi është, kur mund është me adaptu një jetë, është një forcë e madhe, se nështë jeta ndryshon. Mund është me qenë qëtu, me qëtu, nëse mund është mu adaptu, mund është me përjetu gjatë. Do me thonë, lundrimi jo ka adaptohet, edhe besoj mund me shku të për largë, se po adaptohet. Labi përru një jetën strategji, tash që strategji deri kur zgjatë, deri kur edon publiku, më varet, Çka është më e vështira mu përballë Umbeg? Çka është më e vështira mu përballë Umbeg? Ana psiqike me pas çat përballjen me ta me sulme që të bëhen vazhdimisht, cila do të qenë elementi më i fortë i çdo lojtari që mos më udhërzu. Mas parit më flej ma shumë se 2 orë. Këtë problemin e keni të gjumit. Gjumi është tepër me rëndësi, se nuk harrojnë publiku se na ma shumë se 2 orë nuk mushim me vlejt. Për shembull, drita të ndalshin 2. Se dishim sa është ora, po ndalshin drita një moment, ti ushtrishe, sa ushtrishe, filleshin debate edhe u zgjojshe me ngjes me një muzikë shumë të lezetshëm, por u zgjojshe, domethënë s'dishe sa ke flajt, sa ke ndajt, po i lodhën edhe kur lodhesh edhe mundesh edhe me qenë ma nervoz, ma agresiv, energjia është. Edhe kjo lojë varet pa gjëm. Edhe mësoj që ndoshta ndalojnë pa gjumë që ashtu, ka qenë një eksperiment rus shpejt. I kanë lënë njerëz pa gjumë 13 ditë edhe njerëz kanë ndryshu karakter totalisht. Njerëz të mirë janë bu agresiv, arrogant dhe kanë ndryshu veten. Gjumi është shumë e rëndësishme. Besoj që është strategji e madhe mbi gjumin. Pikërisht edhe që kjo është edhe eksperimenti social i unë doshta me të pyet konkretisht, kush po mendon që i kaloi limitet Xhiki? E kanë kalu plot aty për pas labit. Edhe lundrimet e kam fjalën. Apo ndëgja, labi ka hi me strategji për mu bo protagonist edhe që ka sforcu strategjin që bo antagonist. E ka te kaluat kufinin. Unë jam e sigur që lëndrimi që atë reagin për labit dhe për tjerve ka prit e ka te kaluat fazë shumë atë. Që më ka pëlqy është që lëndrimi është për zgjedh për publikut si preferuari, gjithë që ja ka dhonë një boost, sa i shumë frigu që shka me perceptu publiku, edhe ka te kalu, do me thonë që aty lbiri në vete ka kalu djali, tash jo me bindun që ka me në dhonë shumë, ma shumë argëtim, po jo veç aj, po edhe, që pa ta në kjo italiani bukur? Klodi. Me Klodi edhe tash kjo labinoti i ri që ka hi. Po kena me folë për lëndrimin edhe për Klodin edhe pak, po më intereson edhe menimi jëtë Arbresh, a tu dok që ke shfryrje a sulm personal? Për, në raport? Raport labi lëndrim. Nuk është që e kom djekë shumë jave në fundit, për shkak shumë angazhime dhe punës e jashtë saj. Gjithatë që a i kum po taktikat të tëne, ata shpesher edhe kanë pak natyrën e dominancës, mendoj që është mire the, është një duel egosh, në mes tjerash, edhe me lujtë e manipulu mbi atë shpesher brenda shtëpisë të lojave që. Po ku ka bre labi ego poshtë një nuk krahasohet me tipin e lundrimit, nuk krahasohet me shpërthimin e lundrimit, por ajo ka tentativën Xheki me u heq, me i sulmu, me gjetë argumente. Po mirë, informatat e jashtme. Produksion i thot bravo se ja vështin e flakën. Se për një me këta kanë qenë në gjomë, edhe ati do këtë vetja madhështore, po ajse